Këtu mund të presim për orë të tëra për të ardhur ndonjë autobus apo mjet tjetër i transportit për të shkuar në Prishtinë. Janë këta banorët e fshatit Besi që protesta linjave ndorurbane po dojë Prishtinë po shkakton probleme të theksuara. Banori Hakif Lumnica thotë që duhet pritur me orë të tëra për ndonjë autobus. Ai shprehet i mbledhosur kur thotë se gjithë kjo po bëhet për shkak të interesave personale, pa e menduar qytetarin. Shumë ka mungesë madhe. Transport kavesh, kemi do pak më rrallës, se me lëshu ata di që ma shpesh ma shumë ka autobusa, po këtë qëllimi është interesi kjo. Për to se ata Prishtinë s'ka mund se kanë lëshu lirë, ata pak më shtrejt, ja kanë marrë mështerit, që ato këtë interesi është për këtë punë. Ka pengesa në munushin të që ka me bo me ma mirë, po me dita bëhet ma mirë as bëhet. Komunë Prishtinë ka bo se ka lëshu ma lirë, pensionerët pa pare, veteranët e lusi i bojnë pa pare, ato shumë e mirë dhe 50 cent, një në rrugën e këne njerë në muhen. Kjo shumë e mirë është tjerë, nuk është të keqe, po këta pjavre që ato interesi këty në lapjanve. Edhe komunë e Prishtinës është të kotet e në shdëllë, ka drejtë, në fundi s'ka bojnë të kutës, më nënë me asi. është Prishtinë po dhirë njera, të taksista bojnë privat, ata ka 2 euro, po e marrë për qëtash që kanë alë autobusit, ka 2 euro, po e mojë sa pa unë me bojnë. E sa se më pobë kështu. Shtirë se po do të me pritë. Ja, ta nolë dikush hypë, ta nolë tash me autobus, po ka. Taksi 2 euro. Mu këthy që ashtë 2 euro. Pensioner, fosje zisë. Sa ndoshta është e vështirë për njerëzit që punojnë ose që shkojnë në shkollë? Atë edhe ma shumë. Atë edhe ma shtirë. Nuk është rejtë, me kërë në ljotë e shpia, e shkajnë në shërë, ma letë i krypu në shërë, pa kërë se me kërë. Njëzet kilometra po ashtu ka ecur për të shkuar në punë nga fshati Orllani Podujevës në Luzhan Ilir Behrami çdo ditë. Ai në një bisedë ka thënë se ju është dashur të zgjohet në ora 3 të mëngjesit për të shkuar në punë në Prishtinë. Në fshatin Besi jeton edhe këshilltari i lëvizjes vetëvendosje, Fejm Osmani. Ai thotë se ndjehet i indinjuar që asnjëherë komuna nuk ka dërguar linja urbane për fshatin e tyre. Ne jemi duke vujtur që nga shlirimi i Kosovës. Ka vitin 1999, banorët e fshatrat Prishtinës nuk kanë transport publik, nuk e kanë të drejtën të shfrytëzojnë këtë transport, cilin e kanë posë në fakt viteve të para luftës. Komuna Prishtinës ka marrë një vendim për të subvencionuar 3 linjat e trafikut urban, e cila ka zgjuar revolt tek autobuset e linjave ndërurbane. Ata kanë protestuar, inspektorati i kanë ndaluar ndaljet e autobusëve të trafikut urban nëpër stacionet cilat janë pronë e autobusëve e linjave të trafikut ndërurban. Dhe këtu ka filluar katraura totale dhe blokada totale e transportit publik të totarëve. Në fakt tash edhe të komunës të Podujevës, mirë po deri para 7 dite vetëm të pjesës së Prishtinës. To vendimet çorëditara të komunës janë të paarsyeshme, të papranueshme dhe e kanë dëmtuar jashtëzakonisht shumë qytetarin, sidomos pjesën e banorëve të Prishtinës, fshatrat Leban, Trud, Besi, Prugovs, Vranidall, Danëshdall, Sharban e të tjera. Osmani thotë që është detyruar të dërgojë fëmijët e tij çdo ditë me veturë për në universitet. Tashme që 7 ditë që kur janë në grevë, autobuset e linjës ndërurbane Prishtinë Podujevë, është blokat totale, asë një banor nuk ka me s'ka qarkulloj, lëvizin si të munden me makina, studentët, nxënësit janë bërë barë jashtëzakonisht e rëndë për prindit e tyre. Unë personalisht i kam 2 fëmijë student, të dytë në orare ndryshme duhet me i dërgu vetë në fakultet. Kështu veprojnë gjithë banorët e kësaj jane, sidomos shtresat më të ndjeshme, pensionerët dhe nxënësit e shkollave të mesme. Ju po e shihni edhe vetë, këtu mund të pritni, jemi në stacion në Besi, stacion të autobusave, mund të pritni me orë të tëra, nuk ka asnjë autobus. Autobuset e linjës urbane nuk kanë të drejtë të ndalen, sepse Komuna Prishtinës i ka lejuar dhe i ka subvencionuar të operojnë pa analizë
pa rregullore, pa marrëveshje me trafikun ndërurban, pa marrëveshje me ministrinë dhe organet tjera kompetente. Me vendimin e fundit, kryetari i Përparim Rama ka njoftuar se të gjithë udhëtarët që vinë nga komunat e tjera në kryeqytet nuk ka nevojë të paguajnë biletë në trafikun urban, pasi mund ta shfrytëzojnë biletën e udhëtimit të tyre paraprak. E do të vazhdojmë të flasim edhe pak minuta